Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini edhe sot në emisionin ton. Si çdo herë në emision, edhe sot kemi një mysafir shumë të veçantë për ju. Në studio kemi një nga kompozitorët më të shquar shqiptar, Valton Beqiri. Ai me kompozimin e tij unik ka bërë një emër shumë të madh dhe shumë të shquar në skenën muzikore. Andaj qëndroni me ne që sot të zbulojmë së bashku për disa nga sfidat që ka hasur, rrugtimin e tij si dhe sukseset e tij më të mëdha. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që keni pranuar të jeni me ne. Me qëtë dëshirë. Faleminderit shumë. Atëherë mund t'ja fillojmë me pyetjet. Lirisht. A mund të na tregoni më shumë për veten? Si e filluat rrugtimin tuaj në art dhe në muzikë? Unë rrjedh nga një familje muziktarësh. Prindtë mi kanë qenë po ashtu profesionist muzikor. Baba im ka qenë kompozitor, nëna ka qenë drejtoreshe e shkollës muzikës në Mitrovic, unë rrjedh nga Mitrovica. Po ashtu edhe vllau është instrumentist, violinist, kështu që këtë familja kemi qenë të lidhur me muzikën dhe natyrisht në një ambient të tillë kur një fëmijë rritet rreth muzikës, është të kuptim mund të kuptohet që mund të zgjedhë profesionin e tij si muziktar. Vështirësia më e madhe është që një talent muzikor të zbulohet me kohë. Pra në shkollat e juaja janë arsimtari i muzikës, është shumë me rëndësi që të zbuloj talentin muzikor nga fëmijët e caktuar dhe t'i orientoj me kohë më marrë me art. Natyrisht dikush ka afinitet më shumë për një fushë të artit, dikush është më i mirë në matematikë, dikush është në gjuhë. Pra ato afinitetet që ka secili i ri është mirë që me kohë të gjinden dhe të zbulohen, themi, edhe të orientohen në një profesion të arshëm, dhe natyrisht unë kom pas fatin që ndoshta edhe për shkak të prindve të zbulohem më herët dhe të orientohem shumë që nga fëmijëria, nga mosha ime 5 vjeçare në instrument dhe në muzikë. Kur ishit të vegjël, a keni marrë pjesë në ndonjë grup muzikor apo asamble? Ensemble. Realisht fillimisht kur fillon me ushtru një instrument, kur mirësh me muzikë, duket pak monotone sepse je vetë, dush me mri fillimisht një aspekt teknik të cilën mundoj me përvetësu një instrument, edhe pjesën e teorisë muzikore, dhe pastaj në një kohë më të rritur, fillon të bashkëpunosh me instrumentistë tjerë, qoftë si, më thonë, në kuadër të grupeve më të vogla muzikore, qoftë edhe në kuadër të ansambleve më të mëdha, dhe rrjedhimisht çdo i ri, çdo nxënës në atë kohë, së paku ka marrë pjesë në koret e qyteteve, në koret e shkollave, të cilat kanë qenë shumë aktive. Mos themi që secila shkollë ka pas korin e vet, në majt garat e koreve në Kosovë, pra ka qenë një nivel shumë i lartë i punës dhe i mundësive për punë, ndoshta, pse jo. Dhe gjithsesi të rritë Mitrovicës, po flas për Mitrovicën, kanë pas mundësi me këndu në korin e qytetit, që është po ashtu një ansambël, po është ansambël vokal, me që nuk është me instrumente, po është me za, dhe këndimi në kor dhe në grup është shumë i rëndësishëm për socializim fillimisht të fëmijëve, posaçërisht në kohën që jetojmë tani kur kemi telefonat edhe më s'kemi as shok as shoqe, dhe në aspektin edhe të ngritjes së kulturës së përziershme muzikore. Pra, shumica e fëmijëve të Mitrovicës kanë kënduar në koret e shkollave dhe në korin e qytetit, dhe këtu realisht jemi takuar dhe kemi zhvilluar pra aktivitetet dhe jemi kulturuar themi në aspektin muzikor. A është e vështirë të shkruani muzikë apo të bëni kompozime të ndryshme muzikore? Është e vështirë, sepse jo vetëm muzika, jo vetëm kompozimet, po edhe arti pamor, arti figurativ, letërsia, ka nevojë që të ketë një frymëzim të caktuar. Posaçërisht kur ke ndonjë presion kohor, kur duhet një vepër me u kry me këtë kohë, e kërkon dikush afat caktuar, është shumë më vështirë sepse presioni i kohës ta bllokon themi trunin, pra truni duhet të jetë i lirë,
t'jetë i inspiruar që me pas hapësirë fani preka mikrofonin. Ju pengoj atyre atje në studio. Dhe natyrisht në këto situata ndonjëherë është vështirë. Ndonjëherë frymëzimi vjen vetvetiu, për shembull, mund të ndodhë që vjen në gjumë dhe pas gjysore zgjohesh edhe thu ka rënë në një ide mirë, ose fishklon, ose e shkruan dikun, ose bën një memorje, e lën në çfarëdo forme që të vazhdosh, kështu që ndodhin këto situata që sa është e vështirë, ndonjëherë është edhe lehtë sepse varet krejt prej frymëzimit dhe prej rrethonave të caktuara. Çka duhet të bëjë një fëmijë që të bëhet kompozitor si ju? Jo si unë, ai ka më bu më mirë se unë. Gjithsesi, kushdo që fillon me kohë, me u marrë me art dhe me muzikë, fillimisht e thash edhe më herët që është mirë që arsimtarët e muzikës në për qytete të caktuara, në për vende të caktuara, por edhe në fshatra të zbulojmë talentin muzikor, sepse talenti muzikor është pjesa fillestare, pra pa një talent nuk mund të zhvillohemi shumë, edhe pse e thash më herët nuk është e domosdoshme që gjithë të miremi me muzikë, kemi fusha tjera të artit, fusha tjera të mësimit, dhe natyrisht nëse me kohë dhe me vullnet dhe me punë, natyrisht se duhet pak edhe me harxhu kohë, me ushtru instrumentin, me u përkushtu pak më tepër se sa themi ndoshta edhe deg tjera, atëherë suksesi është i garantuar. Pra talenti dhe puna mjaftojnë për me qenë i suksesshëm në sferën e artit apo në çfarëdo sferë tjetër. Si ndjeni kur shihni se puna juaj vlerësohet shumë nga të rinjtë dhe fëmijët? Ne kur kompozojmë, kur shkruajmë, natyrisht varet edhe prej zhanrit muzikor, se muzika artistike vlerësohet nga profesionistët, nga kolegët, nga studentët, nga ardhashësit. Muzika popullore vlerësohet nga një strukturë tjetër e dëgjuesve. Muzika për fëmijë vlerësohet apo pëlqejet nga mosha e rinis, kështu që në çdo sferë, çdo fushë të muzikës apo çdo stil muzikor e ka audiencën e vet, e ka publikun e vet. Dhe varësisht prej asaj ti duhesh të përshtatesh atij publiku. Pra nuk mundesh për një këngë për fëmijë me kompliku edhe me zhvillu atë shumë sa që dikur fëmijët fillojnë ta largojnë këngën apo nuk e ndëgjojnë fare. Prandaj përshtatja e një krijuesi në stile të ndryshme është pak e vështirë, por është shumë e rëndësishme në mënyrë që veprat e tua apo puna jote të pëlqejet nga struktura të ndryshme të publikut dhe të audiencës. Prandaj duhet pak themi kalkulime se sa duhet me ngarku një këngë, sa duhet me zhvillu tjetrën, e sa duhet me thonë muzikën artistike me ju përkushtu edhe me kohë edhe me punë. A keni ndonjë kujtim interesant apo qesharak nga familja juaj që lidhet me muzikën? Ndoshta kur kam interpretuar për herë të parë ka qenë qesharake për publikun, por me kohë, me punë, me ushtrime kam bri që të kaloj atë themi gjendje. Realisht nuk kam situata aq qesharake, po kam situata të sfiduese. Për shembull ka ndodhur që duke përcjell një instrumentist, një violinist, gjatë koncertit ka kaputeli. Dhe ai ka vazhduar me ato tinguj që ka pas, por se teli tjetër ka qenë i zbrast, dhe unë duke ditë që në partiturë, pra në ato pjesë që kemi na që thojmë notat muzikore, ekzistonte edhe vija e instrumentit violinës, kështu që ndonjëherë kur disha çaj se kam atelin e fundit, unë interpretoja atë pjesën e violinës dhe pastaj vazhdonte. Pra ka qenë një situatë pak jo fort komike, sepse violinisti nuk ishte në gjendje, nuk ishte kjo situatë qesharake, po ishte sfiduese. Dhe në situata të tilla, në koncerte të caktuara mund të ndodhin raste të ndryshme, situata të ndryshme, por ato të kalohen disi me një maturit caktuar, nuk duhet natyrisht në për koncerte, nuk duhet me u sforcu, nuk duhet me tregu publikut
kemi probleme ose ka ndodhur diçka, prandaj shpesh herë ndodh që disa ndoshta edhe gabime të caktuara te kalojnë vetëm me vetë faktin që të vazhdon të interpretosh dhe nuk e bën të madhe kushtimisht të situatën e caktuar. Gjithmonë është të merresh me muzikë dhe të krijosh është një kënaqësi për mua dhe gjithkush që spaku ka fillu të interpretojë një instrument muzikor do të përjeton të atë kënaqësinë e kultivimit të artit dhe sërish të zhvillimit të individit në kuadër të fushave të ndryshme artistike. Cili është instrumenti juaj më i preferuar dhe pse? Po, pianoja. Për mua është i preferuar. Unë kam filluar fillimisht të interpretoj violinës si fëmijë dhe si familje kemi pas një aksident trafiku dhe kjo pjesë ka pas probleme me vendos violinën dhe pastaj kam kaluar një vit në instrumentin e violonçelit. Është instrumente, si thonë, violina e madhe, po që është pak ma vendoset dhe interpretohet në mes këmbëve. Dhe pas një viti profesori i violonçelit largohet nga Mitrovica, sepse megjithatë nuk ka qenë konstant edhe i rregullt dhe si më thonë e treta vërteta ka qenë pianoja, që për një kompozitor është shumë e rëndësishme, sepse në piano kemi mundësi me interpretuar shumë më shumë tinguj se sa me një instrument që nxjerr vetëm një tingull. Te pianoja kemi 5 gishta kënej, 5 kënej, natyrisht ushtimi i radhë dhe tinguj për një herë, por spaku 6-7 tinguj kemi mundësi me interpretu, për me dhënë një akord, një harmoni të caktuar. Dhe më në fillimisht e kam përfundu pianon, kam studiu pianon, pasi kam përfundu studimet në piano, kam vazhdu me studimet e kompozimit. Pra, instrumenti e më i preferuar dhe më i rëndësishëm është pianoja. A ju pëlqen më shumë të dëgjoni muzikë moderne apo muzikë klasike? Moderne, kuptimin e muzikës artistike moderne. Po. Natyrisht, në gjatë zhvillimit muzikor, historikisht, ka pas stile të ndryshme. Pra, si është zhvillu shoqëria, njerëzit, edhe muzika, pra, ka pas zhvillimet e tyre nga kompozitorët më të vjetër, duke filluar nga Bach, për marrë shembull, Mozart, Beethoven, i keni dëgjuar gjitha këto emra, deri te muzika e shekullit 20, dhe pastaj duke parë se gjatë gjithë këtyre viteve pothuajse është përdorur çdo gjë, njerëzit fillojnë të kërkojnë ide të reja, mënyra të reja të shprehjes dhe muzika, themi, moderne ka pas një rritje të caktuar, por gradualisht edhe ajo fillon të kthehet, themi, në suaza të një moderniteti të kufizuar. Pra, fillon të kthehet në një muzikë e cila megjithatë ka dhe vlera artistike, por edhe është e pëlqyeshme edhe për publikun. Pra, realisht kompozitorët fillimisht shkruajnë ato që e ndjin, çka kanë brenda në zemër, në shpirt, për shkak se kanë zgjedhur profesionin, por natyrisht ndonjëherë kemi edhe kërkesa që një vepër caktuar të ketë një instrument caktuar popullor për shembull, kemi kërkesat që një vepër të jetë për një rast të caktuar, prandaj ndonjëherë ne orientohemi në bazë të kërkesave dhe në bazë të mundësive edhe të orkestrave caktuar. Nëse ki vetëm 3 vetë, dush me shkruaj ndryshe, nëse ki mundësi me shkruaj për orkestra të madhe, është një lloj tjetër i shkrimit. Prandaj megjithatë unë e preferoj edhe muzikën time, e preferoj një modernitet të balansuar të krijimit muzikor. Ju ligjëroni edhe në universitet, andaj a ka pasur ndonjëherë ndonjë student apo studente që ju ka befasuar me talentin e tij apo të saj? Po, fatmirësisht ne kemi pas studentë të cilët tani janë profesorë në fakultetin tonë, të cilët megjithatë përveç se kanë arrit suksese në studime, kanë arrit edhe suksese në sferën ndërkombëtare, me pjesëmarrje në gara të ndryshme, me vepra të shumta, filloj nga Kreshnik Aliçkaj, nga
Dafina Zeqiri, jo ajo këngëtarja, po është një kompozitore, mos ta përzim. Se edhe në telefon du të më shkruaj të Dafina këngëtarja, Dafina kompozitorja. Dhe Drinor Zymberi, po ashtu një profesor dhe një kompozitor shumë i mirë. Pra, është një strukturë e këtyre studentëve të cilët janë kysh edhe në mësimdhënie, janë angazhuar në fakultet, por edhe në vitet në vazhdim kemi mjaft studentë të cilët megjithatë sidomos në kompozim falë edhe profesorëve që fillimisht ka qenë profesori Mendi Megjiçi, i cili është autor edhe himit Kosovës, dhe ja e dini, është mirë me përmend, ai ka qenë fillimisht profesori këtyre tre studentëve të cilët janë po profesorë, tani e kemi Drinorin i cili vazhdon me studimet me ligjërimet në tegën e kompozimit dhe për fat të mirë mund të them që ne kemi studentë shumë të mirë të cilët janë konkurrues edhe në Evropë me veprat e tyre. Kushtet janë ato që janë, sepse zhvillimi muzikor kërkon edhe shumë më shumë koncerte në qytet, mundësitë më të vogla të Prishtinës dhe të Kosovës për me komuniku, për me pa njerëz emra të njohur të botës, por megjithatë tash fati është mjetet si interneti dhe themi opsionet, aplikacionet e ndryshme na mundsojnë që ne sot jemi në koncert në Londër prej shtëpisë, kështu që fati i studentëve tanë dhe gjithë atyre që studiojnë është edhe mundësia e teknologjisë që të jenë në raport me koncertet dhe me kërkesat e kohës të jenë gjithmonë të informuar. A mund të na tregoni disa nga veprat tuaja të preferuara? Ne. Shani kur të bëhen një prind, keni me pas ndoshta më shumë fëmijë dhe s'mundi me thonë këtë fëmijë du më shumë se tjetrin. Pra dhe veprat e kanë secila ka dashurinë e vete dhe kohën dhe atë qëllimin e punës, po kryesisht artisti i preferon gjitha veprat, donjëherë nuk është i kënaqur deri në maksimum me atë që ka arrit, por veprat e mia përgjithsisht kanë një frym të melosit shqiptar, pra unë mundohem me inkorporu në kuadër të veprave disa elemente që kanë të bëjnë me territorin tonë, me thonë, themi edhe folklorin shqiptar, por jo ashtu në mënyrë kësisht të pastër, po të themi kamufluar apo të përdorur në kuadër të disa vijave melodike edhe ritmike në vepra. Prandaj veprat e preferuara ndoshta mund të jenë ato që bën si student, sepse atë ka qenë fillimi, kurse në vazhdimsi kur shkruan vepra, gjitha janë të njëjta për ty dhe gjitha i dashuron me të njëjtin nivel, në një njëjtin aspekt. Kemi shumë për të biseduar, por tani për fund, a mund të na jepni një mesazh për të gjithë ata që po na ndjekin në këto momente? Mesazhi për gjithë të rinjt edhe të fëmijët është që të miren me art dhe arti themi e fisnikron njeriu, i bën që të dashuroj të tjerët, të komunikojë mirë me të tjerët, dhe natyrisht nëse keni talent edhe për diçka tjetër, lirisht orientoni në ato dëshirat e juaja, ëndrroni sa më shumë për të arritur sa më lart dhe shpresoj që nga ata që dëgjojnë këtë emision që në të ardhmen të lindë edhe një instrumentist i mirë muzikor, një këngëtar i mirë, një kompozitor i mirë dhe uroj që ne të spaku të kemi arritur që dikujt t'ja trasojmë rrugën që të mirët me fushën e artit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve, suksese në emisionet e ardhshme. Faleminderit shumë.